Masat nga Bashkimi Evropian jam i bindur që për Kosovën kanë qenë plotësisht të padrejta, pavarësisht që ato kanë targetuar një element themi ma shumë politik se sa ekonomik vendit tonë. Ato nuk i kanë shkaktuar dëm institucioneve, por i kanë shkaktuar dëm qytetarëve, për shkak se një masë e tillë ka bllokuar një projekt për modernizimin e një linje hekurudhore ose modernizimin e tubacioneve të gazit për ngrohjen qendrore në Prishtinë ose diku tjetër, ku përfitues kishin pas me qenë punëtorët, kostot kishin pas me qenë ma t'ulta për qytetarët edhe me pagu ma pak. Pra nuk i kanë bërë dëm institucioneve nëse ky ka qenë qëllimi me i bë presion politik qeverisë për situatën me komunat me shumicë serbe. Megjithatë, problemi është më i madh se sa masat e Bashkimit Evropian. Problemi është që qasja politike e institucioneve tona, jo vetëm me qeverisë aktuale në detyrë, mirë po e cilës do parti e cila ka fuqinë dhe vendimarrjen në institucione qendrore dhe lokale, është e tillë që kalkulimet i bëjnë aty për atyshme dhe afat shkurtra. Pra jemi njerëz shkurtpamës. Duhet me u fokusu në investime strukturore në ekonomi, energjetika, bujqësia, IT-ja. Le të ndërtojmë parqe ekonomike, ftojmë investitorët e huaj, le të lirohen për 20, 30, 50 vite nga pagesa tatimeve në pronë kështu me radhë, me një kosto shumë më të ulët të furnizimit me energji elektrike, subvencionimet formave të ndryshme, me kusht që ata të garantojnë punësimin e një numrit konsiderueshëm punëtorëve, çarkullimin vjetor, të ardhurat, shitjet e kështu me radhë. Masat e Bashkimit Evropian, nëse përkthehen në vlerë ekonomike në realitet, ato 400-500 milion bllokume në këto 2 vitet e fundit kishin pasur vlerë të paktën 2 herës 3 herë më të lartë në ekonomi. Në aspektin e kthimës së biznesit, ai paralajmëron për largim të kapitalit dhe rritje të pasigurisë ekonomike. Te puna dhe te klima e biznesit duhet me ndryshuar qasja e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë politike. Një çfarë do koste politike që vjen në pushtet, që është pjesë e pushtetit, pjesë e institucioneve dhe bën thirrje për luftë, bën thirrje për pasiguri, bën thirrje për gjana që i ftofin investitorët, nuk ju krijojnë një ambient, një klimë të biznesit të sigurt me vendin tonë. Tani jo vetëm investitorët e huaj, po edhe vetë pronarët e bizneseve vendore kanë filluar ta largojnë kapitalin nga vendi jonë. Kemi vetëm deri në tetor të 2025 rreth 250 milion investime nga qytetarët e Kosovës në Shqipëri. Kemi pa një rritje deri në gati 7% janë normat e interesit në kredimarrje gjatë vitit 2025. Dhe prap numri i huamarrjeve, pra vlera totale e kredive që marrën nga qytetarët e biznesit në Kosovë, ka pa të rritje, edhe pse janë rrit normat, që është sigurisht nuk e ka pa të rritje në vlera 2-3-5%, po ka pa dikun tek 0.8-0.9% është rrit në vlera e kredimarrjeve. Banka Qendrore e balancon edhe rrezikun e kthimit të kredive, me ato parametrat e vet, po balancon edhe kërkesën dhe ofertën për financim në Kosovë përmes normave të interesit. Nëse i shohim kush ka marrë kredi dhe pse ka marrë kredi, nënkupton që kredit në masë të madhe janë kredite këqija, për pagimin e borxheve të pashlyera nga më herët, dhe janë kredi konsumuese nga qytetarë që nuk po ja dalin me pagat aktuale në vendin tonë. Kredia duhet me shërbyer si mjet i financimit të investimit, jo të